çdo klas, histori të fshehura shpalosin. Mëngjesi është një fillim I ri, por jo të gjithë fillojnë nga fillimi. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Amen. Good morning. Hey. Good morning. Good morning. How are you? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? Good. Okay. Let's start the lesson today, and we will be talking about present continuous. Besar, can you tell me what's the form of present continuous? To be plus verb plus ing. So, this is the form of the present continuous. To be plus verb plus ing. Come in. Good morning, teacher. Good morning, Andrea. You're late. Did you sleep well last night? You don't look well. I stayed all night playing video games on my phone. I didn't do my homework either. Okay, Andrea, you may sit down. Don't worry, Andrea. I didn't do my homework either. I stayed all the night on social media. Haydi. Si jeni? Mirë. Mund të marrë diçka? Patjetër. Diçka mirë? Kemi një problem të vogël. Çfarë problemi? Andrea sot na erdhi pak me vonesë se kishte qenë gjatë gjithë natës duke parë telefon, duke luajtur, dhe Kristela njëkohësisht po me një problem duke ndenjur gjatë gjithë natës me telefon. A është e vërtetë kjo? Fëmijë, a e dini se gjumi është themeli I suksesit? Mos lejoni që lojra dhe rrjetet sociale t'ju prishin gjumin. Kujdesni që t'i keni një orar të rregullt dhe e dini të gjithë që truri juaj rritet dhe përqendrohet kur ju flini. Nëse ju nuk flini mjaftueshëm, në mëngjes ju zgjohni të lodhur, nuk keni energji për mësim dhe nuk mund përqendroheni në asnjë lloj pune. Prandaj, mos lejoni telefonat që t'ju vjedhin jetën tuaj. Mundoni të eliminoni sa më shumë ata. A është e vërtetë? Shumë faleminderit për mesazhin. Asgjë. Fëmijë, shikoni me orën tjetër që kemi orën e besimit. Mirëmbrëmje. Phones can wait, but our brain needs rest. So let's learn from this action what happened to her. Hey, listen, I have an idea. Let's start by turning off the phone while we do the homework at home. Yes, that's the spirit. Ndonjëherë, pasionet tona për telefonat dhe rrjetet sociale ndjekin në orë të vonë, duke na marrë kohën dhe energjinë. Por sot në klasë, secili po përpiqet të kuptojë ndikimin.
Hey, the teacher is coming! Tell me, what are you doing with your phones during class time? We just wanted to level up the game. You know that according to rules, phones are not allowed in school premises. If you have one, you must leave it to teacher Donika's drawer, and they can only be used in case of emergency. We just wanted a little break from the lesson. Breaks are important, but phones often distract us. When you play games during lessons, your mind wanders, and you miss a lot of what's being taught. It's like trying to move forward while looking backward. We will try to focus more on learning and use our time better. Yes, we understand now how much time we spend on our phones without noticing. Ndërsa teknologjia na afrohet çdo ditë më shumë, është e lehtë të humbasësh kontrollin. Por njohuria është e fuqishme vetëm kur fokusohemi. Përshëndetje, si jeni? Mirë. Si e kalut? Mirë. A mungon kush sot? Kush mungon? Arbioni Mili. Arbioni me Milin? Janë smur ata? Okej. Atëherë, për sot do kemi një ndeshje futbollit. Bëni nxemje të shpejt, të mirë, që të na çarkullojnë gjaku mirë, edhe pastaj fillojmë ndeshjen e futbollit. Okej? Përshëndetje. Mungon kush sot? Jo. Atëherë fillojmë me orën e mësimit. Hapi duhet tona. Hapi. Tuna. Unë ta pasaj të Dale, pasaj ati. This is feeling so much better than just sitting and scrolling the phone. I know, right? Real energy is better than virtual light. Football is better than playing games on the phone. Playing outside makes us happy. Yes, fresh air and friends. That's the best feeling ever. Social media helps us stay connected, but friends right here, in front of us, are what really matter. Let's promise to spend more time outside and less time on our phones. Remember when we first started school? Our days were full of games and fun. And stories outside. It makes us feel alive. Yeah, and even our lessons seemed more fun when we were happier and active. Maybe phones and screens took that away a bit, but we can bring it back if we try. Yes, let's make our school a place where friends play, learn, and grow together. I promise to put my phone aside when I am with friends to enjoy the moment. Outside games, real friends. Best part of our day.
është e përbashkët. Me ndihmën e njëri tjetrit, gjithçka bëhet më e lehtë. Éviter les réseaux sociaux, il faut passer plus de temps à lire. C'est ce que je fais, moi je lis. Ça se passe bien à la maison? Oui. Est-ce que tu sais lire bien? Ouais, ça va. Amelia, how do schools in France deal with phones? Do they also have the same rules? I heard they have very strict rules about phones. En France, on utilise le téléphone que pour l'école, pas pour jouer. Il faut passer plus de temps à lire. Les réseaux sociaux, c'est rare le soir. So what Amelia and Louis is saying is that in France, most of the schools, the phones are banned, except for learning purposes. They spend more time on books than in social media. Maybe you can do the same here. More reading, less phones. Yes, more face-to-face talk, like real friends. Let's make a plan to read more together as a class. Së bashku jemi më të fortë, le të mësojmë së bashku, të luajmë së bashku dhe të kemi sukses. Të njëjtën lodhëm me familjen time, kur sytë e mi ishin në ekran. Tani zgjedh të shoh fytyrat e tyre, të dëgjoj zërat e tyre dhe të ndaj kohë të vërtetë me ta. Familja është tesori më i madh. Telefonat na japin histori të shkurtra, por librat na hapin botë të tëra. Lëvizje të qeshura, shkujtime të prekshme, kjo është jeta që unë dua të jetoj. Në nivel të fundit, kjo ishte gjithmonë justifikimi im, por nivelet të jetës reale janë më të rëndësishme. Rrjetet sociale me vende lije me lodho, por në të vërtetë isha e izoluar. Tani zgjedhin përgjithësinë të vërtetë dhe momentin që mbetin në zemër, jo në ekran. Unë zgjoha telefonin mbi gjumin dhe u këndova, tani zgjedh libra dhe pushimin. Jetoj jetën, nuk e shoh më atë në ekran. Lorët ishin argëtuese, por më mbanin larg nga mësimi. Tani e di që arsyeja është aventura më e madhe. Futbolli i jashtëm më bën më të fortë, më të shëndetshëm, më të lumtur, se çdo lojë virtuale. Rrjetet sociale na lidhin, por miqësia e vërtetë ndërtohet këtu pranë njëri tjetrit. Lojrat të linja me rëmbiri natën, tani zgjon të investoj kohën në mësim, sport dhe miq të vërtetë. Kjo është fytyra e vërtetë. Telefonat na izolojnë edhe kur jemi pranë njëri tjetrit. Unë zgjidh të studioj me shokët, të ndihmoj dhe të më ndihmojnë, se së bashku jemi më të fortë dhe arrim më larg. Sa të mirë vjeni, offside nuk përsa që ju shoh.
Ju bosti. Faleminderit. Grazie. Faleminderit. Mirë se faleminderit që na gëzuar sot me pjesëmarrjen tuaj. Mirë se. Atëherë mirë se erdhët. Ju kam pritur me shumë kënaqësi dhe jam shumë e lumtur që jeni prezent sot në emisionin tonë. Hey, nxënës, e shikoni se unë se sa emocionuar janë për shoh këto pamje, këto fjalë, këto veprime, këtë aktrim që keni ju me gjithë shpirt që e shfaqni, që po jepni një mesazh të bukur. Jo vetëm për të moshatarët tuaj, por ju do jeni e ardhmja e ndritur e kësaj shkolle, e këtij komunitetit dhe e gjithë kombit tonë. Ju nxënës sot nuk jeni vetëm aktor, ju jeni zëri i së armës, që jeni për shumë sfida që po kalon brezi juaj sot, që ne në kohën tonë nuk e kemi kaluar. Dhe ju me shumë mjeshtëri, me shpirt dhe me zemër, me mendje të ndritur, ju keni dhënë një mesazh të përgjithshëm. Si e ndihet këtë eksperiencë? I emocionuar, po ashtu i lumtur për një mesazh që kemi dhënë. Edhe unë kisha turp në fillim, por tani e mësova më shumë. Më vjen mirë, faleminderit. Atëherë unë nuk kemi asgjë gjë tjetër vetëm të falenderoj Zyrtonika, si u ndihet ju për gjithë të realizim që e bën fëmijët tuaj? Në fillim isha shumë e surprizuar, duke menduar që këta fëmijë nuk mund të arrijnë atë gjë aq të bukur, por në fund jam befasu, edhe sepse edhe ky film është një mesazh për çdo njeri, për çdo nxënës edhe për çdo të rritur. Edhe ti si është më ka keni zemër të madhe. Ti je zemra këtyre nxënësve. Faleminderit për bashkëpunimin. Dorian, ti jam shumë mirënjohëse, jo vetëm unë, por në emër të gjithë stafit të kësaj shkolle. Faleminderit. Kisha kohë që po mendoja një projekt të tillë dhe po kërkoja një klasë me të cilën ta realizoja. Dhe në fund gjeta klasën më mikpritëse. Klasën me nxënësit më të mrekullueshëm dhe më bashkëpunëtor. Shpresoj që në të ardhmen të kemi projekte tjera edhe më të bukura. Ju faleminderit drejtoresh, faleminderit si aktivistare, ju faleminderit edhe ju nxënës kaq të mrekullueshëm që jeni. Mesazhi i fundit është sepse ky film do të jetë një testament dhe një dokumentar historik që do ngjelet në shkollën. Dyert e këtij institucioni të ofisë së drejtorisë do të jenë të hapura për çdo ide, për çdo projekt dhe ëndrrën tuaj. Qofshi të bekuar gjithmonë dhe ulla dritur bot në çdo aspekt të jetës tuaj. Faleminderit dhe mirënjohje me zemër për gjithë që realizuat këtë projekt. Faleminderit. Action. Let's do. A vazhdo është s'ka problem, po se unë kohë. Vazhdo fill dublin tjetër. Aksion. 3, 2, 1, action. Aksion. I du qesh për. 3, 2, 1. Po prej me zysh, du të me thamë fillon. Mos lejoni që gjumi dhe lojrat e nga prova. Kati, mos nga bani me qesh, se edhe unë njeri si ju jam. Shof ju, të qeshëm. Flisim njëra tjetër, ja flisim më shqip që kemi që ndonë si e ka lutë. Qeshëm. Alër. Pret. Duke fort. Pret se kena një nivel këtë.
Gati? 3, 2, 1. Scrolling. Except for... I heard they have. Group. Në nivel të fundit, kjo ishte gjithmonë justifikimi. Po, okay,